Prej ditës së dieshme ka nisur puna për riparimin e ujësisë të Mirditës, i cili u dëmtua si pasojë e shiut të rrëmbyrshëm që ra në fillim të muajit dhjetor, të shoqëruar me gërryerje të mëdha të tokës. Si pasojë e kësaj situate, qyteti i Rreshenit dhe disa fshatra të kësaj bashkie mbeten pa furnizim me ujë të pijshëm pas situacionit të dëmtuan në një territor të vështirë dhe me akses të kufizuar. Për riparimin e defektit, Bashkia e Mirdit ka angazhuar mjet të rënda dhe fuqi punëtor në bashkëpunim me drejtorinë ujësisë kanalizime. Kreu i Bashkisë Mirdit Albert Melyshi tha se brenda 2 ditësh ujësia prit të rikthehet plotësisht në funksion duke garantuar furnizimin normal me ujë të pijshëm për banorët. Prej disa ditësh, si pasojë e rresheve të shiut, është dëmtuar kolona kryesore e linjës së ujësisë të Mirditës, Rreshenit, që përfshin edhe numër të madh fshatrash që furnizohen me ujë në atë linjë. Bashkia në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësisë të kanalizimeve është prej disa ditësh që po merret për ta riparuar. Normalisht që terreni është shumë i vështirë dhe do duheshin mjete dhe bashkëpunim edhe me sektorin privat. Lartësia nga rruga e Kombit është afërsisht 1000 metra, ku duhet të ngjitesh në një terren shumë të vështirë. Aty bashkë me manovrator, të cilët realisht janë për të falendëruar për kontributin dhe ndihmën që po na japin, po e riparojmë, po e saldojmë dhe besoj se brenda 2 ditësh do furnizohet normalisht i gjithë zona me ujë të pijshëm. Dëmtimi i ujësisë la pa ujë të pijshëm rreth 7000 banor për qytetin e Rreshenit është siguruar një zgjidhje provizore me furnizim të kufizuar në orare të caktuara, ndërsa për rreth 10 fshatra furnizimi ujë të pijshëm ende nuk ka qenë i mundur.